Është shtyrë sërish seanca paraprake në GKK për dosjen e Ilir Metës, Monika Kryemadhi dhe 3 të tjerëve. Shkaku bë mungesa e avokatit Kujtim Cakrani, pasi ndodhi në një proces gjyqësor në Lezhë. Edhe më 11 nëntor, seanca u shtyr për shkak të kërkesës së avokatit të Metës për përjashtimin e gjyqtares Irena Gjoka nga çështja. Avokati i cili braktisi seancën tha se së pari gjykata duhet të shprehet për këtë kërkesë të bërë më herët prej tyre. Sipas tij, gjyqtarja Gjoka është në konflikt interesi pasi po hetohet nga SPAK për akuzat e ngritura më herët nga Berisha, dhe se ka fshirur një dënim për falsifikim dokumentash në Greqi. Provat e reja të ardhura nga SBA u paraqitën nga SPAK në seancën e kaluar të seancës paraprake. SPAK mbylli hetimet më 28 korrik, ndërsa dosjen e kaloi për gjykim në fund të muajit gusht, e cila përfshiu 3 hetime, një në aferën Qezdia, lobimin e LSI-s në SBA dhe hetimin pasuror. Meta dhe Kryemadhi akuzohen për korrupsion pasiv, pastrim parash dhe mos deklarim pasurie. Piro Gjigjo akuzohet për korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë të kryer në bashkëpunim, ndërsa Fatime Kryemadhi akuzohet për pastrim parash së bashku me Ema Çokun. Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta ndodhet në burg që prej muajit tetor të vitit 2024, ndërsa Kryemadhi vijon në masën detyrim paraqitje.